Elon Musk, shefi i Tesla, një nga sipërmarrësit më të njohur të teknologjisë, ka arritur një moment historik duke kaluar shifrën prej $500 miliardë pasuri neto, një rekord absolut global. Sipas indeksit të miliarderëve të Forbes, pasuria e Musk ka arritur për pak kohë në $500.1 miliardë, këtë të mërkurë përpara se të binte pak më vonë në mbi $499 miliardë gjatë ditës. Kjo rritje lidhet kryesisht me performancën e Teslas, e cila ka parë një rritje të aksioneve të saj, si dhe në vlerën në rritje të sipërmarrjeve të tjera të Musk, përfshirë SpaceX dhe inteligjencën artificiale xAI. Përveç statusit të tij si njeriu më i pasur në botë, ky moment historik e vendos Musk shumë përpara rivalëve të tij në industrinë globale të teknologjisë. Larry Ellison, themelues i Oracle, ndodhet në vendin e dytë në një pasuri për rreth $350.7 miliardë, ndërsa muajin e kaluar për pak kohë e kaloi Musk, pas rritjes së aksioneve të Oralex me 40% për shkak të perspektivës së optimiste të biznesit të saj cloud dhe projekteve të inteligjencës artificiale. Pasuria e Musk është ngushtë lidhur me më shumë se 12% të aksioneve të tij në Tesla. Bordi i kompanisë ka parashikuar një paketë pake të mundshme për Musk me vlerë mbi $1 trilion, nëse arrin si objektivat ambicioze gjatë dekadës së ardhshme, përfshirë fishin e vlerës së Teslës, shitjen e 1 milion robotëve të inteligjencës artificiale dhe 12 milion makinave Tesla, si dhe disa objektiva të tjerë strategjike. Ky sukses historik nënvizoi ndikimin e jashtëzakonshëm të Musk në tregun global të teknologjisë dhe investimeve, duke e bërë atë një nga figurat më të ndjekura dhe më të diskutueshme në botën e biznesit dhe inovacionit.